Po, a i tjeretja? Po. Përshëndetje të gjithëve, du t'ju falenderoj nga ana forumit të gjithë që jeni pjesëmarrës sot. Gjithashtu du të falenderojmë dhe ata që sot nuk janë këtu, por kanë qenë çdo aktivitet tonin dhe gjithmonë me ne. Por jo vetëm du të falenderoj dhe ata që kanë qenë forumin ton dhe sot nuk janë më. Sepse dhe ata kanë dhënë shumë kontribut dhe pse sot nuk janë për 1001 arsye, ne duhet jemi mirënjohës të gjithëve që kanë qenë me ne. Para se të jap një sugjerim të vogël, doktor, unë mendoj se partia jonë ka shumë probleme dhe kush është në këtë sallë këtu, por jo vetëm, ka një qasje shumë më praktike dhe shumë më të vërtet ndaj zgjidhjes këtyre problemeve dhe mendoj që është shumë e mirë që ne të bënim një takim tjetër pa kamera, pa televizor, me duart mbyllura midis forumit dhe jush, sepse unë jam me parimin që problemet e shtëpisë fliten brenda shtëpisë dhe nuk fliten në sytë e botës. Gjithsesi, po prek një problem që është shumë evident dhe e shikojnë gjithë shqiptarët dhe jo vetëm ne, dhe po jap një sugjerim timin që ndoshta mund t'ju pëlqejë ose jo. Atëherë, ne çdo të hënë bëjmë këto foltoret para kryeministrisë. Që themi drejtën, pjesëmarrja nuk është shumë e kënaqshme. Tani, problemi këtu nuk është te mos pasja mundësisë ose pasja e frikës, siç thon dikush që nuk vinë njerëzit. Problemi është që njerëzit nuk duan të vinë të hënave, sepse kur bëjmë ne protesta kombëtare, sheshin bushet plot. Kështu që problemi qëndron ke foltorja të hënës, që nuk ka pjesëmarrje. Tani, mendimi im, por besoj jo vetëm i imi, është që shumë nga ata folës që dalin aty, nuk janë të denjë për të na përfaqësuar, sepse në moment që dikush merr atë foltore, nuk përfaqëson më veten e tij, por përfaqëson të gjithë demokratët, ku përfshihemi sigurisht dhe ne antarët e forumit. Dhe me pasjen e folësve që nuk janë denjë dhe nuk e di kush i zgjedh, po personi ose personat që i zgjedhin disa nga ata folës që dalin aty, po bëjnë faj ndaj nesh, jo thjesht gabim. Sepse të dalin aty njerëz që flasin kuturu, disa kanë qenë dhe tap, që u merret goja kur flasin, na dëmton të gjithëve. Dhe sidomos ne rinin, sepse ne e kemi karrierën politike para dhe e kemi jetën para në Shqipëri. Dhe dëmtimi i PD-s dhe imazhit PD-s në publik na dëmton më shumë ne se sa ju, doktor. Tani, një mendimi imi se si mund ta zgjidhim ne këtë problem është që çdo të hënë të bëjmë një foltore specifike. Pra, një të hënë të kemi për arsimin, të kemi mësues, të kemi ekspert, të kemi profesor. Një të hënë tjetër të kemi doktor, të jemi për shëndetësinë, problemet që kanë shëndetësi. Një ditë tjetër për bujqësinë, një ditë tjetër për naftëtarët, një ditë tjetër për minatorët, e me radhë. Problemet në Shqipëri janë të pafundme, temat janë të pafundme. Të jemi specifik, çdo të hënë t'i drejtohemi një problemi, të kemi ekspert të vërtet dhe që njerëzit kur ta ndezin televizorin të hënën dhe të na shikojnë, të dëgjojnë me vëmendje ato që thonë ekspertët dhe atë që thoni ju, doktor, dhe të mos shikojnë ca fytyra që i bën për të qeshur, që dhe ne kur rrim aty na bën për të qeshur dhe ulim kokat. Kështu që shpresoj që të kemi një qasje ndryshe nga të hënave dhe të bëjmë një protezë, një foltore konstruktive për vendin, që jo vetëm të bërtasim Rama Duro dhe qeveria krimit të drogës, por të themi që problemi është ky. Zgjidhja jonë do jetë kështu, për çdo problem që prek shoqërinë shqiptare. Kaq kisha, nuk duhet ju marr më kohë, shumë faleminderit. Gjaku.